Gjykata e posaçme e apelit ka vendosur të rikthejë në burg ish-ministrin e mjedisit, Lefter Koka, lidhur me dosjen e inceneratorit të Tiranës, por ky urdhër nuk është ekzekutuar ende, pasi ish-zyrtari i lartë ndodhet jashtë vendit prej më shumë se 4 muajsh. Përballë kësaj situate, mbrojtja e Kokës ka sqaruar se largimi i tij nga Shqipëria nuk ka lidhje me shmangjen e drejtësisë, por me nevojën për trajtim mjekësor të specializuar. Avokati Maksim Sota deklaroi se klienti i tij ka shfaqur probleme shëndetësore që gjatë qëndrimit në paraburgim dhe menjëherë pas lirimit në dhjetor, ka udhëtuar jashtë shtetit për kurim, duke siguruar se ai do të paraqitet përpara autoriteteve sapo të përfundojë mjekimin. Ky zhvillim i ri juridik vjen pasi apeli i posaçëm pranoi kërkesën e prokurorisë për të rrëzuar një pjesë të vendimit të shkallës së parë, i cili në prill të vitit 2025 kishte urdhëruar shuarjen e masës së sigurimit për ish-ministrin, edhe pse shkalla e parë dënoi Kokën me 2 vjet burgim për shpërdorim detyre në bashkëpunim, ajo vlerësoi në atë kohë se dënimi ishte konsumuar me kohën e qëndrimit në qeli. Megjithatë, rillogaritja e dënimit në shkallën e dytë të gjykimit e detyron ish-ministrin të vuajë edhe pjesën e mbetur të dënimit, duke e kthyer atë sërish në statusin e të kërkuarit për ekzekutimin e vendimit penal. Mbrojtja këmbgul se procesi ka qenë transparent dhe se ish-ministri është njoftuar zyrtarisht për vendimarrjen e fundit, duke lënë të hapur mundësinë e vetdorëzimit pas stabilizimit të gjendjes së tij shëndetësore.